votën e rëmbeu me bandit të administratës amoral që shtrojnë misionin e tyre, detyrën e tyre në shërbim qytetarëve, në plaçkitës dhe grabitës të votës tyre. Votën e grabiti me banda, me bandit, me kriminel, me kartel të drogës. Por, në dalim nga çdo herë tjetër që nga 2001 i gjerë sot, e kapën për fyti. Ja u faktuam shqiptarëve dhe botës, se ky është armik i votës lirë shqiptarëve, armik i demokracisë shqiptare. Në të drejtën tonë, në të drejtën e Zotit, në guximin tonë, ne nuk duhet të ndahemi as një minutë, gjersa ta largojmë nga skena këte kriminal të votës lirë. Miq, le të harrojmë çdo gjë që ka ndodhur në 12 vite. Le të harrojmë të gjitha. Po marrim vetëm 10 ditë të fundit. Çfarë ndodh? Së bashku me zëvendës kryeministrin, kapen në flagrancë, me dokumenta, me mesazhet e tyre, se vetëm në një tender tunel e Llogaras kanë vjedhur 15 milion euro. Në çdo vend të botës, dorëheqja është akti i parë i njerëzve të përgjegjshëm. Dhe ky, jo vetëm që nuk jep dorëheqjen vet, jo vetëm që nuk shkarkon bashkëvjedhësin e vet, por çfarë bëri? Çfarë bëri? Me urdhër mori nga gjykata licencën për të vjedhur publikisht pa asnjë përgjegjësi para ligjit, para drejtësisë, para shqiptarëve. A mund të pranojmë ne një kryeministër të tillë? Jo kurrë. Cili do të jetë çmimi, ne do ta paguajmë. Ne një kryeministër të tillë se pranojmë kurrë. Pra, jo, nuk e pranojmë. Pra, ky hajdut që çdo tull të sarajeve të tij i ka djersën mundin e ta shpaguesve shqiptar para të vjedhura prej tyre. Ky hajdut që vetëm në 2 vite ka bërë 140 fluturime, duke transportuar privatisht parat vjedhura në drogë, në gëpat zeza që nuk dim kur se ku janë. Ky hajdut që lën të smurt pajlaçët të vdesin në mshirën e fatit dhe thot se janë shumë dhe s'kam çu bëj. Ky hajdut që vetëm aty në borë ka kopshtin e Edenit, 4,1 milion euro me peshqi egzotik, në një kohë kur fëmijët tanë mbushin rrugët e Europës dhe të botës. Ky hajdut rrin këtu për shkakun tonë, po kjo merr fund. Ky hajdut rrin këtu